nga të dy palët pozit-opozit që u shkarkua, tregon që edhe Partia Demokratike sot, opozita, nuk ka ndonjë lloj detyrimi ta mbroj zotin Veliaj dhe t'i bëhet mburoj. Mburoj jo, e vetëm që ka bërë Partia Demokratike ose më saktë këshilltarët, antarët në Këshillin Bashkiak, nga ana e Partisë Demokratike kanë kërkuar her pas here dhe kanë bërë reagime. Nuk është kërkuar Erion Veliaj nga ato protestat që u bën. Që të jepej fjala, edhe të merrte pjesë në seancën më përparshme që nuk u arrit, kjo ka qenë të paktën një reagim nga ana e Partisë Demokratike. Unë di që të paktën se këtu kemi qenë, unë nuk di që të jetë bërë ndonjë kërkesë nga opozita që zoti Veliaj të ishte në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Normalisht duhet ishte, ligjërisht po, që të jepte pretendime dhe duhet jepej kohë, por në mënyrën se si u zhvillua brenda 4-5 ditësh, arriti deri tek vendimi i Këshillit Ministrave, tregon që procedura ishte shumë e shpejtuar dhe aty u tentua gjithmonë që pjesa e shkarkimit të Erion Veliajit kalonte një akt individual administrativ dhe mos të kalonte në pjesën me debatin dhe konfliktin me gjykatën kushtetuese. Tani gjykata kushtetuese, me gjithë problematikat e veta që ka, dhe aq më tepër me ato të cilët ne morëm vesh që gjykata kushtetuese pas ka vetëm 2 magjistrat dhe që kanë mbushur vetëm akademik dhe doktor shkencash dhe avokate notar, kjo lë shumë për të dëshiruar, ta flasim ashtu siç është. Gjykata më e rëndësishme e vendit që mbron kushtetutën, një nga 4 gjykatat të cilat ka një fuqi absolute për sa i përket në librin themeltar të një shteti, duke u nisur edhe nga pozita e djeshme, nga komunikimi apo elementet të cilat prekeshin dje në seancë, mua më la shumë për të dëshiruar dhe mënyra se si u munduan të interpretonin ato shkarkime tjera, mua më duk që nuk ishte shumë korrekte në debatin juridik i cili zhvilluar në salë. Ku çaloj? Cili element mbeti në mendje? Seanca e ditshme ka lënë shumë për dëshiruar për të tëra palët. Juridikisht? Juridikisht ka lënë shumë të paktën në mënyrën se si e shikoj unë. Seanca filloi me një pjesë që tek një kërkesë të institucionit të presidencës ku u tha se duhet të shpallte mos kompetencën për sa i përket dekretit. Normalisht kjo është legjitime, por mënyra se si u interpretua pasaj nga institucioni presidencës që të ballafaqohej me pjesën e kërkesës apo atyre parashtrimeve të cilat u bën në atë seancë, duke gjithmonë sikur ishte një aman, bëheni aman, ju lutem aman e gjithë. Po ta shikosh me fjalë të paktën ata jurista që e njohin sallën e gjykimit, e njohin debatin juridik dhe mënyrën se si komunikojnë mbrojtësit përfaqësuesit juridik me trupën gjykuese, la shumë për të dëshiruar dhe pjesa tjetër u duk sikur po kalonte të dy palët dhe institucioni i Këshillit Ministrave dhe presidenca duke sikur kalonin topin gjithmonë që kishte të drejtë zoti Veliaj. Ndërkohë që po ta kapësh juridikisht gjykata kushtetuese të paktën për sa i përket dekretit, ajo duhet të ishte shprehur me kërkesat dhe jo t'i kishte kundërshtuar. Kjo tregon një boshllëk komunikimi juridik dhe mosdia e tyre. Të paktën kështu si e shikoj unë. Nuk di, të tjerë mund mendojnë ndryshe, ky është mendimi im. Dhe do të marr gjithë nga një koment fillestar pas ndalimin e debatit. Dekreti i presidentit nuk duhet të ishte pjesë e kësaj seance, sepse zoti Veliaj nuk është një nga subjektet që mund të kontestoj dekretin e presidentit. Ligji parashikon dhe kushtetuta e parashikon se cilët janë subjektet që kontestojnë dekretin e presidentit. Kështu që këtu fillon. Pastaj e të tjera, me fjalë në mënyrën se si do të veprohet tani, mendoj, nëse do të kemi një pozitivitet dhe një vlerësim profesional, nëse do të arrijmë, megjithse unë nuk është se shpresoj se do të kemi ndonjë lloj marrëdhënie juridike cilësore për sa i përket asaj që do të shprehë gjykata, ajo duhet t'i ndajë. E para një dekreti është pjesë që nuk legjitimohet, VKM-ja duhet kalojë me një akt administrativ që është individual, dhe pjesën do të shqyrtojë në enin 62, e cila jemi përballë shkarkimit të zotit Veliaj apo jo. Dhe kjo është marrëdhënia për cilën